kur bëhet fjalë që traton një mashkull, e shajm, çfarë nuk e bëjmë. Kur traton një femër, justifikojmë qeshim. Po tani do ta kryqëzonim se jo. Secili ka ato arsyet e veta. Për më tepër, unë thash Fal. A ke gjuna e një mashkull që thot nuk e lej dot gruan se kam frikë. Nuk e ke gjuna herë. Thot, o gota ju mora në telefon, unë e tradhtoj gruan, po kam frikë të ndahem se ajo ku me di çfarë bën. Nuk ndodh. Zgjedhjesh, ato tradhtojnë për shumë. Kurse femrat e kanë pak më të komplikuar. E di kush është e çuditshmja, është që kur një mashkull tradhton, ai duket sepse ndryshon komplet. Sjellja, po. Sjellja ndryshon. Ai, domethënë ti mund të mos e ngrej më telefonin, ka orare të çuditshme, vjen më vonë në shtëpi dhe ti fillon të dyshon. Intuita jote dhe ti fillon të dyshon. Por ama kur tradhton një femër, asgjë në rutinën e saj nuk ndryshon. Ajo njësoj është në shtëpi, të buzëqesh, fillon të bën për të ngrënë. Domethënë nuk ka asnjë ndryshim, rutina është e njëjta. Dhe po ishe ti PS e kap. Vetëm se me për qoftë ndryshe se për shembull ndodh që ajo mund ta ketë lënë veten pas dore sepse ti nuk i ke kushtuar vëmendje dhe fillon zbukurohet, fillon e mban veten në kujdeset pak më shumë për veten që mund të lulëzojë. Burrat kur tradhtojnë nga adrenalina kryesisht, ndërsa gocat dhe gratë janë ato që tradhtojnë për anën emocionale. Po. Unë mendoj që kur meshkujt tradhtojnë, nuk kemi pse a falim, po ndoshta kur femrat tradhtojnë ka një arsye më të madhe, ekziston gjithmonë një arsye. Unë mendoj që nëse femra tradhtojnë nuk do t'i falet, do që ti ikësh. Absolutisht, nëse femra tradhton është thjesht momenti që do të kapet. Po se ka një gjë, për shembull, nëse një femër tradhton dhe kapet, burri ja fal apo e ndan. Se gjithmonë kur burrat tradhtojnë ka gocat gratë që pranojnë. Është ajo pyetja kur ti kap burrin duke tradhtu, ajo femra, domethënë e pyet a e do, që ta di a ka mbaru marrëdhënia, a e do atë ndajemi, mashkulli pyet a ke kry marrëdhënie me ta. Nëse përkohesh. A kupton, mashkulli ka pyetje seksuale, sa herë e ke taku, a ishte më mirë se unë. A ke qenë me mua, mas e ke qenë me atë, është gjithçka fizike. Për meshkujt. Fizike. Ne ç'kredo kemi, a e do? Por ajo çfarë kuptojmë dhe nga telefonata është që kur një femër do që tradhtia të mos i merret vesh, ti nuk e për ta marrë vesh kurrë. Se siç ka thënë Mateo, femra fuçi tani shishe, po jo çuna si ne. E që më bëri përshtypje mua që ky çuni ka rënë dakord me faktin që këta s'do kenë kurrë të ardhme dhe prapë ka vazhduar. A mendoni që ka një tjetër? Jo, s'mendoj që ka një tjetër, nuk mendoj fare. Unë mendoj që ai është i dashuruar pas kësaj. Si duket e çuditshme të ketë një tjetër? Po se s'mendoj se janë 6 vite, ai ka qenë 22 që në moshën më rinore dhe 22-23 i kulmi i rinis, që mund të kesh të dashura, ku di unë, sa do duash, po marr. Ku di më s'ka patur, se Alesia e beson verbërisht, po tani po bëj avokatin e djallit unë. Po një person që merr atë, ku di unë, të shkon nga puna e vet, puna e shoqit, t'jap telefonin gjithë ditën, ta vaj ai. Do i hynte këtyre halleve thjesht të ndaj, ja kupton. Kupton se është hall i madh të merresh me një grua të martuar, në rast se burri të kap ose ai ka marrë përsipër rrezikun. Prindërit aty ishin të ndarë, të divorcuar, dhe ai ndoshta këtë Alesia në shesë shpëtim që okay, unë do kem të marrëdhënie me këtë, s'do martohem asnjëherë me këtë. E kam thënë si shpëtim që kam si marrëdhënie. Si shpëtim do thoya se lidhje traumatike. Po traumatike patjetër, por kam thënë si shpëtim nga ajo gjëja që shiko se do të martohem unë, mund të ndahem si prindërit e mi, ose mund të kem ditë të gjëra. Edhe 28 vjeç. Po 28 po. Prandaj më duket pak e çuditshme bashkë, 6 vite të rinis kanë qenë bashkë dhe kjo tregon që unë mendoj që po sa ndarë këto vite s'do ndahen më në këtë pikë. Varet edhe në çfarë faze tjetër e ka njoh, varet edhe se si kanë bë klik gjërat, unë nuk mendoj që ka tjetër personalisht. Shko, që tani unë uroj, ja thash Alesia se të jenë bashkë dhe të zgjidhin këtë situatën në të mirën e tyre, po unë nuk mendoj që nuk do vi një moment që do ndahen nëse Alesia vendos që të mos ndahet nga burri. Pra, ajo tha, dhe po nga burri prap nuk do kem lidhjen publike me këtë djalin prap. Prap nuk do përfundojmë bashkë, prap do jem vetë ose fshehur. Sa komplikuar është dashuria më, sa e komplikuar është. Ne mund të themi shumë gjëra, po për aq kohë asnjëra nga ne nuk ka qenë në atë pozitë. Nuk ka qenë e martuar, e lidhur ose ka tradhtuar atëherë, ose ka fëmijë, ose çfarë dush ti, single jena ne dyja. Ne në këtë koltuk vetëm opinion japim se. Ne po. Kush jemi ne? Kush jemi ne? Po çfarë duhet ta, Jesse?
Kanë fjalën time tani. Se ke thënë këto ko. Ka pa e thënë me mend në kokë dhe këmbë në tokë ose jo. Shihemi në episodin e radhës. Na bëni subscribe, na bëni follow. Subscribe, follow dhe Spotify. Mua. Ándale.